Sot do bëjmë shurupi natyral për kollë dhe jam e sigurt që shumica për jush e bëni këtë dhe e dini se sa vlera dhe benefite ka. Qep, limon dhe mjalt është kombinimi perfekt kundra kollës. Qepa është një antibakterial natyral, qetëson kollën dhe pastron rrugët e frymarrjes. Mjalti qetëson fytin, ndihmon kundra kollës së thatë dhe forcon imunitetin. Ndërsa limoni i pasur me vitaminë C ndihmon kundra gripit dhe ftohjes. Unë kam marrë një qep mesatare, të kuqe ose të bardhë nuk ka rëndësi, e kam ngrirë në feta të holla dhe e kam vendosur në një enë qelçi dhe i kam shtuar 3 lugë gjelle me mjalt. Domethënë duket derisa të mbulohet qepa. Dhe kam shtrydhur lëngun e gjysmë limonit. Mund ta shtoni dhe lëngun e një limoni të plot, ama nëse do ua jepni edhe fëmijëve, mjafton vetëm gjysmë limoni se mbase fëmijët nuk e duan me aq shumë limon. I përziej mirë që të bashkojnë të gjitha produktet bashkë dhe duhet i lëm 6 deri në 12 orë që të pushojnë dhe qepa të lëshojë lëngun. Unë i kam lënë gjithë natën, kështu është më mirë, ti lësh gjithë natën dhe nesër në mëngjes është gati për ta konsumuar. Mund të përdoret për fëmijë mbi 1 vjeç, 2 deri në 3 herë në ditë nga një lugë çaj, ndërsa për të rritur 2 deri në 3 herë në ditë nga një lugë gjelle. Dhe ja si duket pasi ka pushuar gjithë natën, qepa ka lëshuar lëngun e saj dhe tani është formuar një shurup natyral. Mund ta ruani në frigorifer për 2 deri në 3 ditë.